Segmenti rrugor nga Sauku deri në qendrën tregtare Tek prej kohësh ishte në errësirë të plotë. Për këtë mendoi Alp Telekom që mundësoi investimin për projektin e ndriçimit të rrugës mjaft e frekuentueshme dhe lidhse mes Tiranës dhe Elbasanit, si pjesë e rëndësishme e autostradës që lidh këto qytete. Gjatë këtij takimi, ministri Edmond Haxhinasto u bëri një apel firmave të respektojnë standardet e sigurisë. Është momenti për të bërë gjithashtu edhe një tërheqje vëmendje dhe thirrje publike edhe për kompanitë e tjera që janë në procesin e realizimit të projekteve rrugore. Duhet të përfundojnë ato me cilësinë dhe standardet e duhura, duke përfshirë të gjithë elementet e sinjalistikës dhe të ndriçimet janë pjesë themelore e projekteve dhe sigurisht autoriteti rrugor shqiptar nuk do ta quajë të përfunduar veprën në qoftë se nuk është e pajisur me gjithë element në standardin e duhur. Ndërsa drejtori i përgjithshëm i Alp Telekom tha se ky projekt i përbashkët i Alp Telekom me Autoritetin Rrugor Shqiptar dhe Ministrinë e Transporteve mbështetet në kuadër të projekteve për përgjegjësinë sociale. Because Alp Telecom is the first. Të gjithë e njohin Eagle Mobile dhe Alp Telekom për lidhje telefonike, por ne jemi kompania e vetme e fibrave optike që deri tani kemi shtrirë 3500 km në rrugët e vendit. Fibrat optike janë element kryesor për digitalizimin e vendit, për internetin dhe përmes kësaj mënyre shtojmë kapacitetet në shumë fusha. Ne jemi kompania që e dim përgjegjësinë tonë sociale, ndaj dhe jemi gjithnjë për të ndihmuar. Alp Telekom është përgjigjur vazhdimisht me projekte të tilla, duke qenë një partner i përhershëm për qeverinë dhe institucionet shqiptare.